Të bashkuar për paqe. Kjo është edhe betejë jote. Për të kultivuar paqen dhe për të siguruar perspektivën tonë të përbashkët, sot nuk mjafton të heshtima. Nuk mund të rrim vetëm spektator, sepse sfida për paqe e harmoni kërkon kontributin e të gjithëve. Kur promovojmë paqen, ndajmë nga jeta jonë, nga historia jonë pjesën më të lavdishme të kombit. Harmonia fetare në Kosovë, mirëkuptimi, por edhe toleranca e vlera të veçanta që kanë karakterizuar historikisht këtë pjesë të botës. Ne besojmë se qytetarët tanë vazhdojnë ta kultivojnë e forcojnë paqen dhe ta ruajnë harmoninë fetare si një shembull i vlefshëm për të gjithë botën. Prandaj kërkohet sot kontributi çdo njërit nga ne. Për ta ruajtur dhe forcuar paqen, ne të gjithë duhet të qëndrojmë më të bashkuar se kur, që bashkarisht ta sfidojmë ekstremizmin. Të qëndrojmë të bashkuar për paqe, me përkushtim dhe pa dallime. Kjo është sot një nga misionet të shenjta të secilit qytetar të botës, veçanërisht të trinjeve. Të bashkuar për paqe, kjo është edhe betejë jote.